Rreshjet intensive të shiut që ranë gjatë natës kanë shkaktuar situatë problematike në qytetin e Lezhës. Sasia e lartë e ujit ka tejkaluar kapacitetet e sistemit të kanalizimeve nën-toksore, duke bërë që uji të dalë në sipërfaqe dhe të përmbyt disa zona të qytetit. Më të prekura rezultojnë bloqet e banimit 11 janari dhe zona e njohur si 11.2 hektar në lagjen Beslidhja, ku prania e ujit në rrugë ka vështirësuar qarkullimin e këmbësorëve dhe automjeteve. Në disa akse, lëvizja është ndërprerë përkohësisht për shkak të nivelit të lartë të ujit. Policia bashkiake ka ndërhyrë duke bllokuar disa segmente rrugore dhe duke orientuar drejtuesit e mjeteve në rrugë alternative, me synim shmangjen e rrezikut dhe garantimin e sigurisë. Ndikim në përkeqësimin e situatës kanë pasur edhe punimet që po kryhen prej muajsh në sistemin e kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza, një projekt që synon zgjidhjen përfundimtare të përmbytjeve në qytet. Ndërkohë, moti i keq ka sjellë edhe probleme me furnizimin me energji elektrike, si në qytet, ashtu edhe në zonat rurale.